TikToku për shembull e ndihmon dhe YouTube-in nëse. Patjetër. Po flas, ti punon vetëm TikTok. TikTok dhe Instagram. YouTube-in? Jo. Ashtu. Si bëhet të bërë? Si bëhet? Edhe unë kështu kam nisë nga zero, s'kam pas ditë fare as si me bo video, as si me fol, as telefon të mirë s'kam pas, as drita, as mikrofon, as si gjë. Edhe i parë që më ka dhënë shtysën ka qenë Leo. Ja, Lene tani nuk ka nevojë ta Leo tregosh vërtet. burr. Lene tani. Ka qenë Leo që më dha shtysën edhe unë kam nisë me shumë guxim edhe realisht më ka ecë goxha mirë, sepse audienca që unë godita të bën që të shkojë viral, sepse tregoja tip, tricks, gjëra të vogla që njerëzit i ruan dhe i shpërndallnin ato video dhe kështu mora vlera. Filluan njerëzit më njihnin pak si Albi që ndihmonte të tjerët. Që kjo triksja ma përkthen në Shqip, se ne pensionista nuk e kuptojmë këto shprehje e juve, si thonë do gjenerata Trigët më burr. doja do të thënë gjëra të vogla si të bëjmë këtë gjë në WhatsApp, si të bëjmë këtë gjë ke Instagrami, për një website, gjëra të tilla. Rrugë të shkurtra. Rrugë të Të shkurtra. kuptova. Domethënë i tregoj mësoj njerëzve domethënë këto rrugët se si direktivat, kuptoj. Po mirë, ti çfarë profili ke aty? Domethënë konkretisht me ç'a merresh në TikTok? Atëherë unë profili im quhet content creator dhe flas për rreth teknologjisë. Ndryshe ka çfarë kam bërë që dikur tregoja një website, tregoja këto rrugë të shkurtra, unë dua të nifem më shumë si Albi, një specialist IT, jo thjesht Albi që bën video për teknologji. Kuptoj. Okej, është opsioni mirë, njerëzit po shikojnë të marrin informacion sepse kanë dalë kështu aplikacione pafuz dhe mos ta di ai tash. Edhe duhen ca direktiva ti kuptosh. Po është interesant. Po ti me sponsorat që shi aty? Mirë. Unë kam nisë më shumë me sponsorat shqiptar, pastaj kalova pak nga këto të huaj, kështu që më ka ecë mirë që në fillim. Nuk më janë dashur 2 vite. Shiko, ka i diçka. Ndryshe nga YouTube-i, që YouTube-i me Shqipërinë ke klikimet është sa është 0 lek. Atëherë e gjitha, do të thonë çfarë do lloj të ardhurat që marr nga YouTube-i e marr nga jashtë shtetit. Do të thonë nga Maqedonia, Italia, Greqia, do të thonë shqiptarët e diasporës. Në TikTok, domethënë ti paguash për klikimet, edhe nëse nuk dalë reklama, si funksionon? Jo, fatkeqësisht unë s'e kam bërë kështu nga klikimet, edhe unë vetëm nga sponsorat marr, kështu që nga klikimet jo, sepse ndikon edhe nga ke shikuesi që unë i kam prapë nga Shqipëria dhe edhe sikur ta kisha bërë me pagesë shumë e vogël ishte, me centa. Unë është e njëjta situatë. E njëjta situatë në YouTube. Kështu që situatë. Shumë keq për me u bë content creator në Shqipëri. Janë shumë janë shumë gjëra që të çojnë mrapa. Por nuk dorëzohen. Punë vështirë pas kinë çuna. Jam thoni mu pastaj kam punë vështirë. Jo. Po çfarë din këto valla? Ai gëzuar. Shiko, jam kurioz ta di sa e vështirë është domethënë të kapësh këta sponsorat, këta bizneset që ti kesh pjesë për reklamat në video. Për kë po flet tani? Për të dy për po e nisim bashkë. Po e nisim bashkë. Atëherë unë do të flas më shumë për sponsorat shqiptar. Për sponsorat shqiptar është shumë e vështirë, sepse kur është dikush që shkon serioz, i kërkojnë shumë, po ama me pak lek. Tani të shkosh bësh një video, ta xhirosh, të mendosh, shkosh atje, shkosh ke shtëpia, nafta, parkimin, ta editosh, ta bësh, nuk mund ta bësh një video për 50 euro, kupton? Kurse një që shkon e bën banalitet, shkollë për 50 euro. Shkollë për 50 euro. Këto që janë që sa kanë hyrë, pa më këto që bëjnë banalitet që kanë shkuar viral, dona 1000 euro për video vëlla. Edhe prapë ato marrin më shumë. Dhe nuk e kuptojnë që s'ka profesionalizëm aty, Nuk ka profesionalizëm, edhe nuk e kuptojnë që ato shikime që marrin në atë moment janë më shumë dëm për faqet e atyre se sa sukses. Kështu që shikimet duhet i marrësh me rendiment. Më shumë klientë se sa shikime. Biznesi duhet ta përzjellë situatën se ku bën reklam që ti bëjmë mirë për produktin që ka. E këtu jemi çik larg akoma nëse bizneset tona. Në Shqipëri kështu është problem. Perceptohet e situata për të bërë viral dhe ai që është viral mund bëjë idiotësinë aty. Po, pra. Dhe në final domethënë video i eci. Po të shikosh tani në kohën e sotshme, domethënë këto 2 javëshin e fundit është bërë shumë viral, domethënë videot me këto banane, ananas, lule shtrydhe që janë me AI. Çfarë janë këto valla?
nuk janë shumë viral, i bëjnë drama. Tani bizneset shqiptare kanë gjetë, domethënë, ç'a bëjnë? Paguajnë këtë gjë me AI, se këto bëhen shumë virale. Minimumi 50.000 shikime, kap 100.000, 200.000, 1 milion views-a. TikTok, Instagram. Dhe është shumë burrë që janë kuklla, episode dramatike. E çfarë bëjnë tani? Fusin domethënë emrin e dyqanit vet ose të markës vet aty brenda tek ajo, edhe e ke për shembull thotë që bluzat janë me logon atyre, të përmendin domethënë filan. Po me ajt, kupton? Po them frikshëm fare. Po dramatike si. Tema kryesore është tradhtia. Po. Që ecën viral. Domethënë burri shkon kap gruan ose gruaja shkon kap burrin, tu e tradhtu, kupton, hotel, makinë, shkurrë, ku dalin. Mandarina shkon me portokallin me limon. Ose për shembull është që është domethënë gruaja ka shku me shefin, kupton, që është sekretare, shko te shtëpia, bo pastaj çfarë bë me burrin në krevat. Edhe pastaj i thotë mas jave shikojnë në shtatzan. Po shtatzan kanë ngel me shefin ajo. Tani, mas të mbush, nuk janë, do thënë, janë 2 banane, po shefi është mandarinë, edhe nuk del banane fëmia, po del mandarinë, se mandarinë është shefi. Po mos ta seriozisht që ke. Po s'e ke pa? Po shive është çmend rrieti po të. Edhe sa lek janë tu bë këto që po bëjnë këto tash. TikTok plako po mytesh me këto gjëra. Me këto bëllë që. Shumë.